Mirë, neve sot do të studiojmë nga Zana Filla, kapitulli 12, vargjet 1 dhe 4. Neve sapo e lexuam këtë kapitull, por le të lexojmë përsëri vargjet 1 deri në 4. Por Zoti i tha Abramit, largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd, dhe shko në vendin që do të tregoj. Unë prej teje do të bëj një kom të madh, do të bekoj dhe do të bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim, dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë, dhe do të mallkoj ata që do të mallkoj. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Atëherë Abrahami u nis, siç i kishte thënë Zoti, dhe Loti shkoi me të. Abrahami ishte 75 vjeç kur u nis nga Haran. Kur neve lëm zonën tonë të rehatis për t'u bindur Perëndis, ne në fakt hyjmë në zonën e bekimeve të tij. Ky është një fakt. Por imagjinoni, mendoni për zonën tuaj të rehatis. Neve gjithmonë zgjedhim zona jone e rehatis është vendi ku ne njohim më mirë. Për shembull, neve kemi shumë të vështirë që të ngrihemi e të shkojmë në një qytet tjetër apo në një vend tjetër. Tani në këtë moment themi unë tashmë kam vendosur familjen, kam punën, njoh të gjithë shokët, kam diku të çoj fëmijët kur ka nevojë për ndonjë vizitë, diku të blej këtë, diku të blej atë. Por imagjinoni 75 vjeç. Edhe Zoti të thret, ço dhe ik që këtu, lëviz. Abrahami duhet të linte 3 gjëra. Një, vendin e tij, pra gjeografinë e njohur, tokën ku ishte rritur, vendi ku i e rritur. Është shumë e vështirë që të shkosh në një vend të huaj, ku ti nuk njeh asnjë person. Dhe në qoftë se ti do nisesh, do ta marrësh këtë lloj guximi, ti duhet të kesh besim. Besim për te situatës tënde që ti mund të kontrollosh. Edhe të thuash të lejosh dikë tjetër që të marrë dhe të shojë diku tjetër është goxha e vështirë. Po ja, Abrahami u thirr, hajde, çau, nis, ik që këtu. Edhe në qoftë se neve do të mendojmë në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme, Perëndia na thret ne në të njëjtën mënyrë, edhe në mënyrë që neve të besojmë se Zoti do të na bekojë. Mua më pëlqen një moment me Jezusin, kur Jezusi ishte duke ecur në ujë, edhe aty i thret Pietri dhe thot, "O Zot, çfarë po bën?" Dhe ai tha, "A mund të eci dhe unë?" Sepse ata ishin në varg. "Po mirë," tha Jezusi, "hajde." Edhe në moment ai ngrihet edhe shkon edhe Jezusi që i zgjat dorën, dhe që ishte goxha afër, në momentin që Pietri ishte duke parë vetëm tek Jezusi, ishte fokusuar në 100% tek ai arriti të hidhte disa hapa. Edhe në moment pastaj uli kokën poshtë dhe tha, unë po eci." Edhe pastaj në të njëjtën kohë tha, unë po zhytem." O Zot, të lutem, më ndihmo. Kur Perëndia ne na thret edhe thot çau dhe nisu, çau dhe lëviz, çau dhe ik që këtu, një gjë që neve duhet të bëjmë, në qoftë se neve duan, ta themi kështu në shqipçe, na hecin bar, ne duhet të jemi 100% të fokusuar tek Perëndia, tek qëllimi që Perëndia na ka thirrur. Në qoftë se ne do ta ulim kokën poshtë, neve pastaj do të bie, do të dështoj. Nuk e di, edhe një ilustrim tjetër do të ishte kur ecën nëpër lartësi. Në momentin që ti shikon rrugën dhe ecën drejt, ti ecën pa problem. Por momenti që ti shikon poshtë, aty fillon të merren lënd. Pra e njëjta gjë është dhe edhe me Abrahamin. Abrahamit i thirret do të largohesh nga vendi jot, nga farefisi yt,
nga njerëzit e tu, nga lidhjet familjare, nga rrjetet sociale, jo rrjetet sociale kështu, Facebook e Instagram, po flasim rrjetet sociale njerëzore, sepse ata ecit e tyre më luksoze do t'ishin me ndonjë karrocë me kal. Do të largohesh nga shtëpia e atit tënd, nga siguria jote, nga trashëgimia jote, nga mbrojtja jote, çdo gjë është e sigurt. Dhe kur ti je në zonën tënde të rahatis në lagjen tënde, si themi ne, nuk e di, e kemi dëgjuar këtë lloj shprehje gjithmonë që guxon njëri të hyjë në lagjet tona, pra je në atë rehatin tënde. Po të hysh dhe të shkosh diku gjet edhe ta nisësh jetën nga e para, aty është sfida më e madhe. Abrahami pra ishte 75 vjeç. Imagjinoni në moshën kur shumica po shojnë nga puna, pra dalin pension ose kanë dalë në pension, ai po fillonte një udhtim të ri. Perëndia nuk i tha ku po shkonte me detaje, vetëm në vendin që unë do të tregoj. Nuk i dha koordinata, nuk i dha hartën, GPS-in, vendose emrin këtu dhe nisë, kur i tha vetëm nisë. Por e vu të re çfarë ishte interesante, tek kapitulli 12 që lexuam së bashku, Sara ishte shumë e bukur. Ky ishte 75 vjeç, llogaritë duke 2 vjeç janë diferencë. Ajo ishte shumë e bukur dhe i tha, thuj tha që je motra ime, tha se na mori lumi. Pyetje për ne. A ka diçka që Perëndia po të kërkon të lesh sot? Një zakon, një marrëdhënie që nuk është e shëndetshme. Një karrierë që të pengon, një frikë që të pengon që të vazhdosh të ecësh përpara. Ndaj dhe Perëndia kur na thret në këtë lloj mënyre ne duhet të kemi besim. Përsëri do të thoni ju, po ku ta gjej? Po e ketë lehtë të thuash në këtë lloj forme. Jezusi kur lutej i udhëzonte dishepujt e tij në një mënyrë shumë interesante. Për shembull tek Marku kapitulli 11, vargu 24, Jezusi thot, kur luteni, lutuni me besim, si tashmë e që e keni marrë atë. Lutja juaj të jetë e tillë në një mënyrë le të themi falendëruese. O Zot, faleminderit që në ve. Po ndërkohë që ti nuk e ke në xhepin tënd të ose në zotrinin tënd, nuk e di mund të jetë çfarëdo lloj gjëje që neve mund t'i lutemi Perëndis. Ne shpesh herë kur lutemi Perëndis, lutemi nuk e di, mbase jam galim. Nuk desha që të gjykoj besimin në askujt, por le të themi i imi personal. Shpesh herë, unë ndonjëherë lutem, ata vendos dhe kartën e lutjes këtu tek Perëndia, që të jemi sigurt i kam të mbuluara të gjitha situatat në të. Le të lutemi edhe Zot. Por ajo çfarë Perëndia na thërret edhe në rastin e mësimit ton, ai thërret Abrahamin duke thënë, kjo është letra jote e vet. Nuk ka asnjë gjë tjetër që ti ta vendosësh besimin tënd, por vetëm tek Unë. Si përgjigjet Abrahami? Vargu 4, ka shumë të studiosh historinë e Abrahamit është shumë e madhe, por në fillim Abrahami e nisi mirë. Kështu Abrahami u nis ashtu si i kishte thënë Zoti. Vargu 4. Asnjë diskutim, asnjë shpjegim i gjatë, asnjë plan në rezervë, ai thjesht shko. E keni vënë re që në të paktën me partnerët, burrë e grua, burrat janë ndryshe nga natyra se gratë. Gratë kanë gjërat e mira dhe janë gjëra pozitive që kanë nevojë, është natyra që unë besoj që është natyra e Perëndisë, që Perëndia ka krijuar në këtë lloj forme. Ka të natyrën për sigurinë, duhet të ndihet e sigurt, duhet i bëj hapat e sigurt. Ndaj dhe Perëndia ka bërë burrë dhe grua që në mënyrë që burri të ruaj, të mbrojë, të sigurojë. Dhe një nga pyetje, nuk është një pyetje në fakt, por janë shumë pyetje, kur neve themi faktin që do ikim diku.
ku do shkojmë, si do shkojmë, ku do rrim, si do rrim, nga do kalojnë. Oh, një mori me pyetje. Shpesh herë unë thjesht them, unë nuk e di të gjitha, nuk di asnjë përgjigje të jap për këtë pyetje. Thjesht di që do shkojmë, duhet që t'ik. E këtu fillon ai debati. Por Abrahami në këto momente nuk i tha Perëndis fare asnjë gjë. Ku do iki? Ku do kaloj? Ç'a do bëj? Unë gjithë kjo pasuri e ime, ku do shkoj? Po unë kam pleqt, kam prindër. Duhet kujdesen për ta. Ai tha ngriu dhe nisu. 3 karakteristika të bindjes së Abrahamit ishte e menjëhershme. Unë nis, nuk tha do ta mendoj. Shpesh herë ne të krishterët themi, shiko, do mendohem, do lutem. Ishte e plot, ashtu si kishte thënë Zoti, jo sipas versionit të tij, jo sipas mënyrës së tij. Gjithashtu ishte me besim, pa e parë destinacionin, ai besoi në udhëheqësin. Shpesh herë këto do të ishin pyetje kur nëse do na thirrej në këtë lloj mënyre. Çau. Ose hajde të bëjmë këtë gjë. Kemi shumë pyetje. Nuk jam gati, ka ardhur kohë e vështirë, e shumë gjëra. Një gjë që kam mësuar me moshën, të them që është gjë pozitive, sikur se po piqem, po mësoj një gjë, është që unë nuk do të jetoj me shek. Edhe koha ime këtu, dua apo nuk dua unë, është e limituar. Edhe do të thënë që nuk kam kohë për të humor edhe nuk ka kohë që të gjejmë kohën e favorshme, sepse ka gjëra që ka dëshira ose ka gjëra, ka dëshira që unë i kam pasur që 20 vjeç, edhe sot që jam 41, nuk kam gjetur kohën e favorshme. Po nuk është e përshtatshme. Nuk kam mundësi. Tani është shumë e vështirë sepse unë kam familje, e kështu me radhë. Por e vërteta është që nuk e kam luksin e kohës së përjetësisë. Le të themi, ndonjëherë kur ndisin edhe debate të ndryshme, them, me ju është humbje kohe. Sidomos edhe me ata kushërinjtë e mi kur kujtojnë që kohën e Enverit që kanë ca kufit çuditshme me toka. Të them, me ju është betejë e humbur, është kohë e humbur. Jo betejë e humbur, po kohë e humbur. Sepse unë nuk do jetoj 200 vjet edhe them, hajtë këto 100 vitet e para po i shpenzoj që të vendos kufijtë e mi, edhe të largoj të gjithë, le të themi ato, kërcënimet e mia. Por neve shpesh duhet të zgjedhim në këtë lloj mënyre. Njerëzit tanë që na inkurajojnë, që na ndihmojnë që të ecim përpara, që gëzohen kur na shikojnë që po bëjmë diçka të mirë në jetën tonë. Për vete time deri në këto momente, ua them me sinqeritet, gjithë miqtë e mi që kam, edhe kur i shikoj që kanë arritur diçka, s'na kënaqë shpirtin. Sa mirë më bëhet qejf. Jepi bekime. Le kënaqet, sepse ty s'ta ka parë borxh. Nuk ta ka ardhur te shtëpia dhe ta ka marrë edhe po shfrytëzon. Por ka punuar vet, kënaqur. Le edhe shkon në paqe. Ka për të gjithë, po problemi është që ne bëhemi shumë të vegjël. I them të gjitha këto për të ardhur pikërisht tek ajo thirrja jon e rëndësishme që Perëndia na thërret edhe ne në besimin tonë. Imagjino, Perëndia do thërret gjithë secilin prej nesh që të bëjnë një jetë ndryshe, që të fanesh, nuk është e lehtë. Që të shkosh, përsëri nuk është e lehtë. Që të besosh Perëndin, përsëri nuk është e lehtë. Që të ndryshosh jetën, të besosh Jezusin, përsëri nuk është e lehtë. Jeta është e mbushur me dhimbje. Dikush bën të shaka në këtë lloj forme. Të martohesh është e dhimbshme. Të mos martohesh është e dhimbshme. Të kesh fëmijë është e dhimbshme.
Të mos kesh fëmijë është e dhimbshme. Të jesh i pasur është e dhimbshme. Do thoni jo, e ke gabim. Ka dhe ato shqetësimet e vet. Të jesh i varfër është e dhimbshme. Këshilla është zgjidh dhimbjen tënde. Çfarë do të jesh? Dhimbje do të kalosh. Kudo që të jesh. Po ti zgjidhe, fokusohu edhe të jetë sa më e lehtë tjetër mund. Si ta lëm neve zonën e rehatisë sot? Identifiko zonën tënde të rehatisë, ku jeton, ku punon, ku po të mban frika nga të qenit i papëlqyer. Çfarë po të pengon të rrish më afër Perëndisë? Cila rutinë po të bën të sigurt, por jo të frytshëm? Dëgjoje zërin e Perëndisë. Çfarë po të thot Perëndia përmes fjalës së tij? Po të shikosh, po të lexosh fjalën e Perëndisë, fjala e Perëndisë nuk ndryshon, por na kërkon që neve të ndryshojmë në procese sipër, ndërsa rritemi, ndërsa edukohemi, ndërsa forcohemi shpirtërisht, Perëndia kërkon që ne të ndryshojmë për gabimet. Edhe ky është një proces i vazhdueshëm, nuk është një moment. Nuk mund të thuash e bëra X gjë edhe kaloi. Të jesh i krishterë do të thotë një mënyrë tjetër jetese. Edhe Perëndia na fton që të guxojmë me besim, duke fokusuar tek Perëndia. Edhe çfarë unë mësoj personalisht është që guxo. Mos e le për nesër. Është një thënie shumë e thjeshtë, thotë sa të bëj zgjuar i llogarit, budallai ka marrur punë. Neve nuk na dalin llogarit. Me makinë llogaritse, me laps, me fletore, kurse budallai ka guxuar, më thënë që nuk mendon shumë gjatë, ka guxuar e ka bërë. Keni parë shumë njerëz, besoj, që janë sot goxha mirë. Por thonë, shiko, unë thartova trut në shkollë, ai shiko çfarë ka bërë. Ose ajo shiko çfarë ka bërë. Por një gjë që neve na mungon, ne mund ta gjykojmë veten tonë dhe mund gjykojmë edhe këtë thënie, por ai ose ajo ka guxuar më shumë se sa guxojmë neve. Neve sot, ose neve në të shkuarën tonë. Pra, guxo. Zoti do ta bëj ty të ditur nëse është e perëndishme, nuk po themi që të shkosh edhe të vjedhësh është e perëndishme. Ajo është e paligjshme edhe nuk është e perëndishme. Po themi gjëra të mira, sepse Zoti na ka shkruar fjalën e tij, ligjin e tij në zemrat tona, që neve do na vrasin përgjigja çfarë është e mirë dhe çfarë është e gabuar. Edhe do jemi në gjendje që ta dallojmë. A ka një drejtim të ri që po të jep? Pra, nëse ti po je duke dëgjuar zërin e Perëndisë, a ka një thirrje që po e ignoron, ose që ti nuk po ja merr vesh? Duhet guxosh. Tek në kish, në familjen e Perëndisë, nuk ka është puna e tij. Ashtu siç nuk është në shtëpitë tona ku neve jetojmë, është puna e vllait ose e motrës, e ka gruaja, e ka burri. Përsëri këtu lind një debat shumë i gjerë, por ajo çfarë është e rëndësishme që dhe neve kuptojmë, është ne duhet guxojmë dhe ne duhet marrim përgjegjësitë tona për Zotin, për lavdinë e Perëndisë. Sepse në qoftë se neve do të qëndrojmë në vendin ku jemi, nuk do të ndryshojë asgjë. Është e dhimbshme. Është e dhimbshme edhe të qëndrosh unë. Është e dhimbshme edhe të rrish strirë, se deri ndark pastaj ti do thosh, "O, çupiva." Se ka tjetër. "O, çupiva këtu lodh." Kështu që çado që të bëjmë ne, është e dhimbshme. Është e lodhshme. Zgjidhni dhimbjen tuaj. Zgjidhni lodhjen tuaj. Zgjidhni diçka që në fund të ditës ose në një kohë të caktuar do të shikojmë një rezultat. Nuk na ka dhënë rezultat të qëndruarit ulur edhe për mos bërë asgjë. Idetë tona duhet të bëhen realitet. Mendimet tona duhet të bëhen realitet. Vendosi. Pra,
Në thirrjen me Perëndin nuk duhet të dish gjithçka. Thjesht fillo të ecësh. Besimi rritet kur vepron. Ti në zonën tënde të rehatis ku je dhe ku ndodhesh, mund të jesh çdo gjë në rregull. Por ndryshon, nuk ndryshon pra. Koha ikën edhe ti edhe ndryshojnë gjëra. Për shembull, neve ndrojmë rrobat tona, neve ndrojmë telefonat tanë, sa herë që telefonët të dalin të rinj, po themi do ta marr unë këtë se nuk më suporton ato, nuk i pranon më aplikacione. Ndryshon dhe ecën përpara. Ne nuk mund të qëndrojmë me të vjetë. Nuk mund të të veshim neve modele të vjetra siç kam vesh para shumë vitesh. Mund ta veshësh me një rast kështu për shef, por jo në përditshmërinë tonë. Përditshmëria jonë na kërkon që të ndryshojmë edhe të përshtatem. Një nga gjërat tjera që Bibla na mëson është që të jemi fleksibël në kuptimin që të jemi të ndryshueshëm, si ajo plastelina e butë që merr formë edhe përshtatesh. Në qoftë se forcohet, e keni vënë re që nuk e përdor më njeriu atë lloj plastelinë kur forcohet. Që ka bërë fort. Hidhen poshtë. Ne nuk duhet të jemi të tillë, që ka bërë fort. Ta hedhim poshtë. Tani është koha, tani është momenti. Verini në punë, në funksion ato plan. Nuk thoni, jo. Mund kemi thënë për para 10 vjetësh. Unë jam dëshmori i pari të thënit nuk jam gati, nuk kam kohë. Por akoma thënë, everyday qik. Guxoje, se nuk guxoje. Fundja fare, çfarë do ndodhë? Barazimin humbje në xhep e kemi. Si fillojmë, si mos ta fillojmë, ajo humbja aty është. Le të fillojmë, le të dëgjojmë zërin e Zotit. Është diçka që gjithë secili prej jush e ka bërë në një mënyrë apo një tjetër, sot ka ardhur pikërisht për këtë. Unë lutem që shpirti juaj të jetë më i qetë, të ketë paqe, por gjithashtu dhe vendosmëri për të ecur përpara. Zoti ju bekoft.